Të dashur qytetarë të Suarekës, faleminderit shumë që na keni prit me një atmosferë kaq të ngrohtë këtu në Suarek, na keni bërë bashk në fillim të javës në fund të së cilës do të votojmë bashk, do të fitojmë bashk e do të festojmë bashk këtu në Suarek e anën banë Republikës Kosovës. Ashtu qysh me 28 dhjetor, na keni sjell vitin e ri 3 ditë më herët se sa që shkruan në kalendar, të dielën e ardhshme me 7 qershor, bashkërisht do ta sjellim verën në pranverë 2 javë para se që shkruan në kalendar. Pra me 7 qershor. Dhe a dini çfarë? Edhe numrin e kena të njëjtë. Me 28 dhjetor, 116, me 7 qershor, 116. Në mandatin e kaluar, jemi përqendruar pikërisht për ato shtresat popullsisë, për atë pjesë të territorit dhe për ato fushëveprimtari që të tjerët i kanë lënë anash, i kanë shpërfillur. Nënat, fëmijët, veriu, bujqësia, ushtria kanë qenë 5 çështjet ku e kemi vënë fokusin si qeveri e mbar edhe e mirë, duke nisur për herë të parë në Republikën e Kosovës me shtesa për nëna lehona dhe shtesa për fëmijë që paguhen në emër të nënës, me çrast mbi 100.000 gra për herë të parë në jetën e tyre kanë hapë xhirologari bankare. Ne shtesat i nisëm me 10 euro e 20 euro për fëmijë, tash së fundmi ato janë 30 euro dhe 45 euro, 30 euro për ata të cilët i kanë 1 ose 2 fëmijë, e 45 euro nëse kanë 3 fëmijë më shumë. Ne shtesat do t'i vazhdojmë, por edhe do t'i shtojmë. Gjatë mandatit të ardhshëm, shtesat për fëmijë do të dyfishohen. Kush i ka 2 fëmijë, i merr 120 euro në muj, kush i ka 3 fëmijë, i merr 270 euro në muj, 4 fëmijë, 360 euro në muj, 5 fëmijë, 540 euro në muj. Sa ma shumë fëmijë në familje, aq ma shumë shteti do t'ju mbështes. Në veriun e Kosovës janë eliminuar strukturat paralele të sigurisë, janë eliminuar administrata e Serbisë, është eliminuar çdo grup kriminal, janë mbyllur të gjitha rrugët ilegale, është ndaluar dinari si mjet pagese, paguhet energjia elektrike pas më shumë se 2 dekadave, dhe gjithashtu janë hapur zyret e institucioneve të Republikës Kosovës prej Postës Kosovës e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, deri te Agjencioni Katastral i Kosovës e njëmori stacionesh policore të cilët kujdesen për paqen, sigurinë, rendin dhe ligjen për gjithë qytetarët pa dallim. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial, sundimi i ligjit do të vazhdojë edhe më tutje në veri të Kosovës e cep më cep Republikës tonë.
Edhe mbështetja jonë për bujqësinë do të vazhdoj. Në 5 vjet të fundit janë ndarë 350 milion euro për 150.000 fermer për grante e për subvencione. Janë marrë subvencionet dhe grantet me merit, është rritë sipërfaqja e tokës punuar për 50% dhe tash mbështetja financiare për bujqit do të vazhdoj. Njësoj do të kemi mbështetje edhe për naftën e traktorëve duke u hequr aksizën. Do të kemi mbështetje edhe sipas sipërfaqes së punueshme të tokave që bëjnë fermerët tonë. Do të kemi mbështetje edhe sipas rendimentit që ata e prodhojnë. Por në mandatin e ardhshëm do të kemi edhe sigurim për fermerët tonë në rast të fatkeqësive natyrore. Do t'i mbështesim me përgatitje për certifikim e standardizim, ashtu që sa më shumë prodhimet tona të mund të eksportohen jashtë vendit, të kemi sa më shumë bukën tonë në sofrën tonë nga toka jonë dhe t'i zavendësojmë sa më shumë importet, ashtu që ta përmirësojmë bilancin tregtar. E të dashur qytetarë të Suarekës, në mandatin e kaluar e kemi rritur numrin e ushtarakëve në forcën e sigurisë Kosovës për më shumë se 2 fish, e kemi rrit buxhetin për mbrojtje për më shumë se 3 fish, i kemi rrit trajnimet jashtë vendit për më shumë se 4 fish, edhe i kemi rrit shpenzimet për armatim, pajisje ushtarake dhe municion më shumë se 100 fish. Forca e sigurisë Kosovës është e fortë. Në mandatin e ardhshëm do të përqendrohemi te pika ku takohen ekonomia dhe mbrojtja, përkatësisht industria ushtarake. Vetëm 2 lloj të armëve i ka pas Forca e Sigurisë Kosovës në vitin 2021. Revolje Glock edhe pushk Heckler. Sot kanë më shumë se 40 sisteme të armatimit, në mesin e të cilëve janë edhe 3 lloj fluturakësh luftarake. Skydagger kamikaze drona nga Turqia, TB2 Bayraktar po ashtu nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e llojin e 4 të dronëve do ta kemi made in Kosova që e prodhojmë vetë. Ju e dini çfarë mundimesh dhe sakrificash kanë pas luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës për të sjellë armatimin dhe municionet nga Republika e Shqipërisë. Ne kemi një numër shumë të madh të dëshmorëve, të cilët kanë rënë heroikisht në kufirin shqiptar. Ankthi më i madh i luftarit të UÇK-s nuk ka qenë rënja në fush betej, nuk ka qenë as plagosja e rënd, ka qenë mungesa apo harxhimi i municionit. Prandaj është domosdoshme edhe për nga amaneti i dëshmorëve të kombit, por edhe për nga situata gjeopolitike ku Ukraina tregoi që mundesh me pas parën e dynjos, po kur të vynë mas shumë të municioni nuk ta shet kërkush, që ne ta prodhojmë municionin ton dhe këtë do ta bëjmë në fabrikën e municionit, e cila do t'i prodhoj fillimisht fishekët 5.56 mm dhe 7.62 mm, made in Kosova para vitit 3 2027. Gjithashtu, në mandatin e ardhshëm do ta kemi mbrojtjen gjithëpërfshirëse, ashtu që secili qytetar në rast të fatkeqësive natyrore ose të konfliktit armatosur, larg qoftë, ta di vendin dhe funksionin që do të ketë, por do ta kemi edhe rezervën vullnetare,
të gjithë ata që janë të interesuar të bëhen rezervist në forcën e sigurisë së Kosovës, do t'i kryejnë ushtrimet sa verës, aq edhe dimrit, disa javë, por konkretisht e hollësisht e vendosin Ministri i Mbrojtjes Ejop Maqedonci dhe komandanti i Forcës Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, dhe secili rezervist vullnetar do t'i ketë çizmet, uniformën, pushkët, municionin, jo të shtëpia, po në një adresë, në një kazermë të FSK-s, ku do të shkonte t'i merrte ato në rast të mobilizimit. Pra rezerva vullnetare po ashtu nis në mandatin e ardhshëm. Në 4 vjetët e ardhshme, gjithashtu ne do të përqendrohemi te prodhimtaria, sepse dëshirojmë që mandati i ardhshëm të jetë mandat i transformimit industrial të Kosovës. Me këtë rast, 1 miliard euro në 4 vjeçarin e ardhshëm, garanci shtetërore për kredit investive që i marrin bizneset tona te bankat, pa nevojë më që ta lënë hipotek, tokën, automjetin apo shtëpinë. Përveç se 1 miliard euro për ushtrin e 1 miliard euro për prodhimtarin, asë një vit nuk do t'jetë më pak se 1 miliard euro investime kapitale, sepse kemi nërmend t'i bëjmë 5 diga, 4 hekurudha, t'i përfundojmë autoudhët, anën banë Kosovës, rrugët që ka nisur dhe ato që do t'i nisim, 20 stadiume, për shkak se lojrat mesdhetare do të mbahen në vitin 2030, kur në verën ati viti presim që të na vinë afër 5.000 sportist e rreth 30.000 turist të huaj. Mandej do të bëjmë gasifikimin e linjitit për çmimet përballueshme të energjisë elektrike dhe furnizim të qëndrueshëm, se ekonomia po na rritet me 4% për çdo vit. E gjithashtu do të jetë edhe mandat i byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Do ta themelojmë kompaninë ajrore publike, do të bëjmë ndriçimin e autostradave me sistemin smart, pra ndriçim të mençur i cili edhe kursen energji edhe rrit sigurinë në qarkullim. Pastaj do ta themelojmë gjandarmërinë për detyra të ndryshme që janë më shumë se policia, më pak se sa ushtria, për të luftuar terrorizmin, për ta mbrojtur vijën e gjelbër të kufirit, për ta ruajtur infrastrukturën kritike dhe për ta luftuar kontrabandën dhe krimin e organizuar. Gjithashtu do të kujdesemi shumë për arsim e për shëndetësi. Secili qytetari i Republikës Kosovës do ta ketë nga një kontroll mjekësor check-up total një herë në vit, në mënyrë që t'i parandalojmë sëmundjet dhe ta kemi pasqyrën e gjithëmbarshme të shëndetit publik. Tjetër, buxhetin për listën e barnave esenciale që e kena gjetë 24 milion, e që mbulon të vetëm 20% e shpenzimeve për ilaçe të qytetarëve të Republikës, e kemi ngrit në 7 milion, pra tash i mbulojmë dikun rreth 60%, ndërka që mandatin e ardhshëm do ta ngrisim në 100 milion, rrjedhimisht i mbulojmë dikun mbi 80%, dhe me qenë se me 23 prill në 2 leximet në Kuvend të Republikës e kena votu ligjin për sigurime shëndetësore, fillojmë me sistemin informativ shëndetësor dhe te fondi i sigurimeve shëndetësore, përfitimi i parë kur t'instalohet do të jetë lista e barnave të rimbursueshme, e cila nënkupton që për lloje të caktuara të ilaçeve, kur u përshkruan mjeku me recetën e doktorit dhe me letërnjoftimin personal në barnatore private, do të mund t'i merrni falas pa paguar. Po ashtu në arsim
do ta kemi edhe për kujdesjen maksimale për qerdhet për fëmijë. Pra për qerdhet për fëmijë, edukimi fillor, parashkollor janë jetik për sukses në karrierën e tyre profesionale një ditë dhe për zgjedhje cilësore në jetën e tyre kur do të rritën. E pra, 74 qerdhe qeveria jonë i ka ndërtuar për më pak se 5 vjetë. A e dini pse nuk kemi ndërtuar më shumë? Se s'ka pas më shumë kërkesa prej komunave. Arsimi për shkak të propozimit të ahtisarit që është në Kushtetutën e Republikës Kosovës është shumë i decentralizuar. Kryetarët e komunave vendosin për drejtorët komunal të arsimit, ata për drejtorët e shkollave e ata më pastaj për lëndët edhe normat e mësimdhënësve. Dhe në këtë mënyrë ne kemi qenë të kufizuar prej kërkesave të pakta që i kemi marrë prej komunave të Kosovës. Për ndryshe, do të ndërtonim edhe ma shumë qerdhe e do t'i adaptonim hapësirat e ndërtesave arsimore. Pra e dini çfarë? 17 vjet para neve, qeverit që kanë qenë në të kaluarën, për 17 vjet veç 4 qerdhe, na për ma pak se 5 vjet, 17 qerdhe, 74 qerdhje, që i bjen që për çështjen e qerdheve kemi qenë 63 herë më të shpejt sa ata pararendësit. E ai që është 63 herë më ngadalshëm se ti, përbes nuk ka qysh del përpara kurr. Do ta dyfishojmë buxhetin edhe numrin e bursave. 18.000 bursa i kena nda për mandatin e kaluar, 20 milion euro, 7.200 bursa kanë qenë për shkencë, teknologji, inxhinjeri dhe matematik. Këto do të dyfishojmë edhe studentët të cilët janë në kolegje private, jo vetëm në universitete publike, do të marrin bursa. Veç lexoni, studioni, mësoni, sepse shtetin do ta keni pranë si asnjëherë tjetër, si askund tjetër. Do ta kemi edhe një buxhet prej 20 milion euro, prej të cilët tashmë janë paguar 3.2 milion euro për 8.000 studenta, quhet bursa e mobilitetit. Pra, një djalë ose një vajzë nga Suhareka që është student, sa ma larg Suharekës që studion, qaq ma shumë mbështetet. Nëse studion Prizren, e merr një mbështetje të caktuar. Nëse studion pak ma larg, për shembull në Pej, e merr një mbështetje tjetër. Nëse studion në Mitrovic, edhe ma larg, atëherë bursa do të jetë edhe më e madhe. Në këtë mënyrë ne dëshirojmë që studentët të mos detyrohen të punojnë, por shpenzimet financiare ja u mbulon shteti e ata do duhej që në rininë e tyre ta shfrytëzojnë maksimalisht kohën për ngritje intelektuale e profesionale në profile të ndryshme. Tjetra, sistemi dual, këtë kemi mësuar nga bashkëdhetarët tonë. Në Gjermani i thojnë Ausbildung, pra e lidhin tregun e punës me aftësimin profesional, mbi 2500 nxënësa e kanë ndjek sistemin dual në Kosovë, në 17 komuna, 32 shkolla profesionale, 16 profile, kena mjashtu edhe 10 profile tjera. Pra është shumë më rëndësi që gjithnjë ma shumë rinia jonë të orientohet ka zanatet, kjo s'do të thotë që një ditë mos e regjistrojë edhe universitetin, dhe të marrë paga gjithnjë më të larta në sektorin privat. Sektori privat në Kosovë, para qeverisjes son, kur se kam rri 900 milion euro fitimin kumulativ. Në vitin e kaluar ka pas 2.3 miliard. Unë kam qenë edhe këtu në Suharek, në një kompani të mobileve, besoj që ndoshta edhe keni po, e s'po e tham me emër, por aty e kam po që menaxheria kryesore ishte prej Prishtinës. Fabrika e mobileve në Suharek i kish 400 punëtor, a menaxheria kryesore paraportësisht një mosh sikur unë, vinte për çdo ditë nga Prishtina të punojnë në Suharek. Pra merrni me mend, nuk e kemi më atë dukurim para 10-15 vjetëve ku prej Suharekës shkon me punu në Prishtinë, po prej Prishtinës vjen me punu në Suharek sepse ke hesop në sektorin privat në një fabrikë mobileve. E aty
Aty e kam po në fabrik, mjeshtri e kishte pagën 2500 euro. Mjeshtri në fabrik mobileve pagën 2500 euro. Para disa ditëve isha në Klin, disa sandwich panele, 70% eksportojshin jashtë, 40 punëtor, asë një pagë nuk ishtë nër 1000 euro aty. Pagën mesatare e kishim dukshëm bi 1000 euro. Edhe 4 inxhinjera të industrisë kimike, a dini çfarë dashur qytetarë të Suarekës? 4500 euro rrogën inxhinjerat e industrisë kimike, 2 prej Indis, njoni prej Kilit edhe i 4 prej Italisë. Pra, prej Italisë e kalon Italinë, e ka kry industrinë kimike atje, e kalon Italinë edhe po jeton në Klin. A kuptoni? Alfa Pan në Klin po jeton, i takova Italionin, 2 indianë, shumë të kënaqur, edhe ai Kilit. Ai Kili është te oqeani i qetë atje, në bregun perëndimor të Amerikës Latine, merrni me mend, pe atje ka ardhur. Edhe punon në Klin, tha shumë e mirë jeta këtu. Ushqimin e paguar, fjetin e paguar, 4500 euro neto, ai mund të mjaqu familjes vet. Prandaj nuk duhet të nxitojmë të shkojmë jashtë vendit. Vendi jon është i pasur, është i mirë dhe ka trende pozitive të rritjes ekonomike. Na e kemi rrezik krizën e fuqisë punëtore. Bizneset do të rriten, po na duhet gjithnjë më shumë fuqi punëtore. E për këtë e kemi super puna për të rrit, mja dhon pagën minimale për 6 muaj të gjithë 3 prej moshës 18 dhe 29 vjeç, e do ta vazhdojmë edhe me super puna për gratë. Çdo gru që hin me punu në ndërmarrje private, nëse punëdhon si për shembull ja jap 600 euro për 6 muaj në vijim, na ja bojmë 1100 euro, ja japim edhe pagën minimale që është 500 euro, pe një korrikut si shtesë prej pagës që e merr në atë ndërmarrje private. E tash, nëse nuk ka qerdhe publike, sistemi i bonave për prindrit me i qu fëmit edhe në qerdhe jo publike. Por gjithashtu ka 100 euro shtesë mbi pensionin e tyne, gjysheve edhe gjyshërve, kur kujdesen për nipat e mbesat në rast se të dy prindrit punojnë. Tjetra që është e rëndësishme të theksohet për punën e arsimit është që do t'i krijojmë 5 gjimnaze të ekselencës, dhe ata që kanë doktoratura e magistratura do t'ja u krijojnë mundësinë që të shkojnë dhe të japin mësim jashtë vendlinjës së tyre për një bonus për pagë dhe mos kenë veç jetë akademike, po edhe përvojë pedagogjike. Kështu bën Gjermania. Nga Berlini shkon jug Gjermanisë me dhënë mësim dikush që është doktor shkence në gjimnaz ose shkollë të mesme. Pra, edhe kjo do të jetë një mënyrë e cila do ta ngrisë cilësinë e arsimit, do ta zvogloj papunësinë tek ata që kanë shkollim shumë të lartë, e kjo e shoqëruar edhe me rishikimin e teksteve shkollore, sepse e kemi vrejt. Përveç matematikës dhe gjuhës që i kemi korrigjuar, duhet me korrigjuar tekstet e tjera shkollore, sepse kanë mangësi e defekte, e fëmija sot nuk janë sikur ne kur kemi qenë fëmijë, janë shumë më inteligjent, duhet me modernizu tekstet shkollore, pra do të kemi një reformë të madhe arsimore e cila do të na përgatis për ekonominë e hovshme të shekullit 21. Këtu në Suarek, projektet e reja, të cilët ne do t'i zbatojmë si qeverin mandatin vjem, është rezervari i ujit të pishëm në Mushtisht, me kapacitet 600.000 litra, Ministria e Ekonomisë dhe Hidroregioni Jugor, njësia e Suarekës. Pra, rezervar 600.000 litra në Mushtisht. Tjetra, rezervar i ujit pishëm në Studençan me kapacitet 400.000 litra uj. Tjetra, sistemi ujësjellësit në Budakov, impionti i trajtimit të ujrave të zeza në qytet, dhe, mos të harrojmë, njëra prej 5 digave është diga e Dragaçinës këtu në Suarek.
Suarekën do ta bëjmë me ngrohtore të qytetit, ndërkaq ndërtesa e komunës së Suarekës, e cila daton nga mesi i shekullit kaluar, do të rindërtohet në mënyrë që të përgjigjet kërkesave e nevojave edhe të punëtorëve zyrtar aty, edhe të qytetarëve të Suarekës. Pastaj, një projekt i ri është objekti i vjetër i shkollës Edi Durham, Mushtisht, i futur në mbrojtje të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me kërkesë të kryetarit të qendrës tonë, me destinim kamp veror për rinin në menaxhimin e institucioneve qendrore. Pra, objektin e vjetër të shkollës Edi Durham do ta bëjmë vend kampingu, sepse është vështirë të gjendet ndonjë studiuese dashamirëse e shqiptarëve si Edi Durham. Unë si vjet i kum lexu korrespondencën e letrave të Edi Durham me Fan Nolin gjatë luftës së dytë botërore, është fantastike. Kur të keni kohë, pra Fan Noli me Edi Durham gjatë luftës së dytë botërore kanë shkruar letra. Edi Durham ka qenë Britani të madhe që po bombardohej nga Gjermania naziste, në moshë shumë të shtyrë, pak vjet para se të vdes, e Fan Noli ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Durham ka bërë punë të jashtëzakonshme për shqiptarët si komb, prandaj është shumë e rëndësishme që shkolla e cila mban emrin Edi Durham këtu në Mushtisht, që është fut në mbrojtje të Ministrisë së Kulturës, tash të bëhet destinim me kamp veror për rinin. Ju e dini që Suareka i ka dy zona ekonomike, ka zonën ekonomike, zonën industriale në Shirok dhe agrozonën në Samadrejgj. Në komunën, në momentin që komuna i përfundon procedurat administrative, qeveria do të filloj investimet për funksionalizimin e zonës ekonomike në Duhël. Pra do ta kemi edhe të tretën, jo vetëm në Shirok dhe Samadrejgj, por edhe në Duhël, zonë ekonomike në komunën e Suarekës. Tjetër, do të ndërtojmë autostradën Duhël-Banull që kalon në përshtime. Është jetike, me qenë se e dim që autostrada e kombit Ibrahim Rugova, dy komuna praktikisht i ka izoluar. Suarekën edhe Shtimen, por autostrada Duhël-Shtime-Banull, pra në Lipjan, e eliminon këtë padrejtësi që është bërë komunës suaj. Objekti i ri i qendrës kryesore të mjekësisë familjare është buxhetuar ndërtimi dhe sapo të përfundojnë detajet ligjore si marrëveshja me komunën, edhe projektimi me njëherë fillohet nga ndërtimi. Për vitin 2026, për QKMF-n, 500.000 euro, projektimi dhe përgatitja e punimeve. Për vitin 2027, 1.5 milion euro ndërtimi. Dhe për vitin 2028, përfundimi dhe kompletimi me pajisje mjekësore, 1.9 milion euro, gjithsej 3.95 milion euro për qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Suarek. Do ta kemi shtegun e sportit nga qytetin drejtim të Studençanit dhe nga qytetin drejtim Treqanit përgjatë rrjedhës së lumit të Pluha, ku do të financohet si hapësirë për sportistët dhe qytetarët. Do të bëhet restaurimi i kullës së Brajm Dakës në fshatin Vërshec, i cili objekt daton nga fillimi i shekullit 20. Restaurimi i shtëpisë muzesë të Satri Dulës në fshatin Duhël, ndërtimi i kullës së Shejp Reshtanit në Reshtan, e cila është djeg gjatë luftës fundit, e vetmja në këtë rajon për nga pikpamja arkitektonike e tipit të kullave të Dugazhinit, dhe restaurimi i mullirit të Loshit në Vraniq, objekt
300 vjeçar ende funksional. Pastaj, do të kemi edhe nisma rajonale ku përfshihen 2 qytete. Vazhdimi i zgjerimit të magjistralës Suarek-Prizren me 4 korsi, segmenti 17 km është një projekt afatmesëm në këtë aspekt. Tjetër, investimet kapitale në procese sipër, pra që kanë nisë, po nuk kanë përfundu. Baza ushtarake në hapësirat e damperit në Shirok, stadiumi i qytetit, vlera 13 milion euro, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka nisë, do ta vazhdoj Ministria e Rinisë dhe Sportit. Pastaj, rruga rajonale R118 Mushtish-Shtërps, vlera 10 milion euro, rruga Grej-Koc-Rrofshi-Livadheve 2,4 milion euro në proces, pastaj rruga Duhël-Blac 1,3 milion euro, memorandum bashkëpunim me komunën, rruga Peçan i vogël 1,1 milion euro, po ashtu bashkëpunim me komunën, rruga Mushtish-Gradanc 1,8 milion euro, gjithashtu bashkëpunim me komunën, dhe rruga R118 segmenti përgjatë fshatit Mushtisht 1 kilometër, ishim këtu kur filluan punimet. Shkolla në Samadrag afër përfundimit, Ministria e Arsimit edhe Shkencës, shkolla në Vraniq lëshohet në funksion nga 1 shtatori dhe unaza e djathtë e qytetit. E tash, të gjitha këto të dashur qytetar të nderuar të pranishëm, ne jemi ballhapur që të zotohemi para jush, sepse kemi edhe shumë projekte të cilat tashmë i kemi kryer, e kanë qenë premtimet tona të mëhershme. Konkretisht, 4.600 fermer nga Theronda kanë pasur mbështetje. Kontrata aktive nga niveli qendror me vlerë investive rreth 30 milion euro. E investime kapitalit përfunduara janë pra shtëpia e kulturës Uk Bytyqi ku ndodhemi në Suarek, qerdhja publike në qytetin e Suarekës 742.000 euro, sheshi Brigada 123 në Suarek, bashkëpunim me komunën, kulla e familjes Tafollin Qadrak, stadiumi i kategorisë 4 në Studençan dhe kanalet e ujitjes në Bujqësi, Vraniq, Mushtisht, Reshtan dhe Samadrag. Por që t'i realizojmë që të gjitha këto që u zotuam, por edhe projekte të cilët tashmë kanë nisur, kemi nevojë për një fitore edhe më të madhe se me 28 dhjetor, me që s'pju mjafton 51,1% vetëvendosja me Partinë Guxo, PSHDK-n edhe Alternativën, atëhere mas 7 qershorit le ta provojnë qysh pju duket 60% e ma shumë. Prandaj, të gjithë ju që keni drejt vote, me familjen e ngusht e farefisin e gjërë, me kushërit e afërt e të largët, dajat, tezet, hallat, axhallarët, kolegët e punës, e të shkollës, e të studimit, këjshit e mahallës moq me kësaj trez, krejt bashk prej atyni që i bojnë 18 vjet me 7 qershor, dhe të kata që i kanë 88, 98, 116, sa e keni matë moqme në Suarek, krejt dilnin zgjedhje, sepse tash Kosova po bëhet shtet për krejt, e ne duhet të jemi krejt për shtet, e të numrin 116, të djelen e 7 qershorit që t'ja pikën. Por qerekore, deri të vendvotimi në shkollën më të afërt ku e keni, edhe drejsa të ktheheni në shtëpi, pra për 15 minuta i fitoni 4 vjet me stabilitet institucional, me sovranitet e dignitet cep më cep, me mirëqenje që shpërndahet, me zhvillim që sjell punësim, me politika investive e sociale,
andaj na duhet një mazhorancë edhe më e madhe sa ajo me 5/7 e vetëvendosjes që ishte në legjislaturën e 10, me që rast përveç një 6 në anën e majtë të fletvotimit, këtej në anën e djathtë i keni numrat 110, se cile e në matë mirë se tjetëri, i keni gjitha profesioneve, vetë banimeve, gjitha moshave, 2 gjinive, po përcaktojuni për 10 prej tyre. Ose masaksisht përcaktojuni për 8 prej tyre, se 2 prej tyre për ju kallëzaj cilë du të me qenë. Me numër 67, Ermira Bytyqi. Edhe me numër 110, Sali Zyba. Pra, 67-shin edhe 110-shin dojmos edhe 8 të tjerë pas numrit 116, fletën e lëshonin kuti, masanej kur të kryhet votimi, ka ora 8:30, se tash është 15:09, pak ma herët se tash, komisionerat edhe vëzhgusit ju njoftojnë që fitoria është edhe një herë rekord. Rekord i cili e theu ato të 28 dhjetorit. E qysh jemi bërë bashk këtu sonte, e jemi bashk anën bon Kosovës e Mërgatës, bohuni bashk në festën e madhe në Suarek dhe në secilën komunë të Republikës tonë dashur. Faleminderit shumë për gjithë mbështetjen, për pjesëmarrjen e vëmendjen, mirupafshim e natën e mirë. Me pona pret, me shumë gjyre dashuri